punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohtë se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Do t'ju bëj një thirrje që vazhdojnë aplikimet për ato kurset online që ne kemi folur, që do bëjnë live me mua, leadershipi dhe komunikimi publik dhe politik. Do bëhen 90% praktik, 10% teori. Leadershipi zgjat 5 javë, komunikimi zgjat 8 javë. Unë mendoj se duhet shkruani te ky numri këtu në WhatsApp të antarsoheni, të hapim ato grupet, do jemi live bashk, do bëjmë diskutime, debate, do mësojmë se si të flasim publikisht, si të heqim frika nga kamera dhe si të përballemi me njerëz të cilët godasin poshtë brezit, gjithashtu dhe se si të flasim para njerëzve, para masës, si dhe para turmave. Çfarë intonacioni, ku ti mbash syt, si ta mendosh dhe të artikulosh gjën, apo edhe me gestikulacionet. Vazhdoni, sepse hapen në prill klasat. Shkruani dhe prenotoni këtu. Ere qa bendi? Qa bën ti e, qa bën? Po si më the? Si më the, ke folur shumë bukur te fjalimi i Salianit, po unë s'kam parë akoma. Po, ishe qarë edhe, e kishe qarë. Po, nuk e kam parë, po i kishe qarë. I kisha dhënë like, besoj. Se unë jam edhe kështu, e ke parasysh, shikoj unë ato se unë po ta dije që kishe qenë tavolinë me Salinjanin, Salijanin, si e kam më burr? Salijani. No, Ani. Salijani. Saliu është një. Në gegnisht. Do ditë tani. Po, tamam, gegnisht. Saliu Ani. Po, pa ky e pas ka humbje brenda në mbiemër. Po ka ndodhur. Shqyr zotit që është vetëm një lale, si imagjino të kishin qenë 3-4. Edhe një edhe do merrim ka frym. Bir nëne, po bir nëne me heq nga aty ku është, a kupton? Do mdilte në një nga ato të vetët këtu madje, mes Montrealit, hajde këtu ti. Po ç'a thua më vlla? Ç'a do me doktorin ti? A? Jo, se ka ikur korat kur të rrifnin për doktorin. Ka ikur ato kora. Tani të vrasin. Tani të vrasin me pagesë. Kur më shkruajti njëri, o tradhtar. Uqyqa. Unë dal për veten. Njerëzit nuk e kuptojnë idiotët vlla që unë dal për veten time. Po. Është trampolina vlla. A është? Lale ti e mirë, po mban mend kur e imitonte Gonllaka dikur në për spektakle Berishën? Po. E kapshin në rrugë vaj, thoshin komunist, ysh komunisti, do çfarë si thoshin. Biles humor vlla. Biles se unë i them Xhaxhigonin se Agroni ka pasur akuistancë me babin tim në një farë periudhe, se kishin grup përbashkët edhe shoku babit Xhaxhi. Çfarë kishin përbashkët? Akuistancë. Bënin kështu urime me njëri tjetrin kur vinte babi në Tiranë, takoheshin. Njohje, kishin njohje. Njohja. Më kishe shpërndar se ma dërgoj. Akuistancë, ma, po njohja më. Po njohje. Acquaintance. Acquaintance, never njohje. Acquaintance, po. Ju breziri përfundimisht, ju jeni vdekja e gjuhës tonë. Ju do ta vrisni Shqipe. Me mua e gjete këtë. Ka filluar fishta, nuk flet me na infrashin ore, atje ku janë. Vetëm nga ky muhabet. Ça je beba, po mos godit poshtë brezit më. Mos godit poshtë brezit o maço. Edhe një tjetër. Biles. Jam akoma në formë. Xhaxhigoni më kishte shpërndar. Se ma dërgoi Mbesa Alkida. Alkida është Mbesa, është vajza. Jo, është goca. Është goca Alkida, po. Se kam raport mirësor me Alkidën, flasim në Instagram. Po, kuptoj. Edhe më kishte shpërndar shumë një brez faktikisht. Më kishte shpërndar edhe merrte shumë qefi. Më bë shumë qefi që Gonllakaj që ne kena pa vllakë pra
Shiko, Goni të ndjek, se më ka thonë mua një ditë që po flisnim, po çatonim. Ma ke thënë që ma ke përmendur. Se çatojmë nëse Goni di ta përdori celularin edhe pse është një gjenerat shumë e vjetër se unë. Biles dua ta ftoj. Gonin tash. Dua ta ftoj këtu. Ta ftosh që s'kem me ta. Do ta ftoj këtu se ai e mbush podcastin. E mbush podcastin. Pa. Plus se ka dhënë. Madje e di çfarë, ftoje Gonin dhe ikti nga podcasti. Më ka dhënë Është sigurt se e mban. Më ka dhënë më shumë a për zonjën e vet se me teta Konstantinën ndjes pas Rameti pas shpirtit vdiqet edhe një pjesë e Gonit. Se nuk e kam atë tipin e kam parë gjithmonë vetëm të qeshur. Edhe kur ishte i mërzitur ai ishte i qeshur o vlla. Kur me largimin e saj nga jeta. Me largimin e saj nga jeta i ka ikur çika i shkëlqimin në sy vlla. I ka ikur çik si shumë. Edhe sigurisht. I ka ikur shumë. Janë partnerë jetë për shumë vitesh. Xhaxhi Goni, përshëndesim vlla. Të përqafojmë. Meqense e dim që mund na shohësh të përqaputhim të dy. O Bego. Komunist. O Bego, po ka ndodhur kasapan e madhe bur. Çfarë ka ndodhur? 18 ditë luftë. Ky që do mbaronte luftrat. Ky që do mbaronte luftrat vlla, që hapi luftën 18 ditore, a 17 sa ditë. Edhe ja kuptoj sot do të hiqemi nga Irani. Po qyqa do të rriqë, më në ngrive gjakun, më thash se kanë ngel njëri 7 zanë, valla. Jo, nuk ashtu, 7 zanë ngelin në një tem tjetër. Një tem tjetër, për një ditë tjetër. Për një ditë tjetër, Ti presim që të lullëzojnë filizat e rinj e ardhmja e Shqipërisë. Po, do të rriqet, do me thënë, mas 18 ditësh do të rriqem nga Irani? Pa. Është njësh, i pa parësh, ta mendosh. Ja ku është lajmi këtu. Lajmi, Lale. Aha. Se ky i bie pas ka bërë kështu, Shpendo, domethënë pas ka bërë siç e nisi ashtu dhe po e mbyll ky, domethënë që nuk po i thot njeriu. Surprizë. Surprizë, ktheu në bazë. Lajmi është vlla, Trumpi paralajmëron tërheqjen nga lufta në Iran. Biles ka bërë edhe një deklarat kundër NATO-s, duke i quajtur shtetet e NATO-s cowards. Domethënë frikacak, juve keni për ta paguar faktin që nuk na mbështetet për gjirin e Hormuzit. Qartë në fakt. Ky gjiri Dordomuzit flitet shpesh për këtë, sidomos kohët e fundit është. Se nga Hormuz doli Dordomuz, pra si shëtit e pak dorën ai pra. Po shiko, do me thënë ky i bie tamam, i bie të tërhiqet ky. Është nish kështu, është për të manipuluar, do me thënë, shiko Trumpi për të manipuluar audiencat e sotshme, të cilat të themi të vërtetën, do me thënë, nuk është se gëllojnë nga intelektualizma e tepërt. Do me thënë, është nish kështu për t'i manipuluar, është manual përdorimi është për manipulim masash. Ta mendosh për shkak. Është nish. Po siç bën disa gjëra për ky herë ti thot troç gjërat. Po. Herë pastaj manipulon. Po, thot një gjë dhe bën një gjë tjetër. Herë bën presion, herë lum bllofin. Po. Herë ofendon, se ky të ofendon o vlla. Po atë ka kështu japonezën. Rama është diletant para këtij. Me kryeministren e Japonisë. Po. E kishte terrorizuar vlla. Po. Bënte muhabete Pearl Harbori. Po, e di se mu duk ma një moment si këta kështu që pusho se të erdha natën, kurse ke mendjen. Po pra. Po si mendon ti domethënë nga ana sytë asaj shkretët sa janë të vegjël vet, po u hapën si vën sytë asaj si me qenë kryeministri ai ndis, jo. Si e shpjegon nga ana psikologjike valla? Ç'a tipi, ç'a karakteri psikologjik ka ky tipi? Trumpi është, domethënë në pamje të parë, ke parasysh është pak a shumë është për kufizimi këtyre i triadës zezësh, si puna e atij tjetrit që kemi folur një herë, që s'po ja përmendim emrin tash se i bie Tulim Trumpin. Tulim Trumpin, domethënë. Po i ka të gjitha, ka dhe psikopatinë brenda vetes, i ka edhe narcisizmin. Nuk është shumë makiavelist. Ja, domethënë po ka tipare, deri diku ka tipare, për shembull kur bëri këtë lojën me Greenlandin apo me Kanadan për shembull, e bëri pak këtë manipulimin e, domethënë një lloj makiavelizmi, sepse filloi të thoshte gjëra të cilat në realitet donte që të ndodhte e kundërta. Po.
Po duhet kemi parasysh që nuk është pjesë e politikës, pra është shumë i pastër nga, domethënë nuk është aq i bërë pis, po themi si politikan, më thonë zase. Po. Për pis, gjithë në politik dihet më. Po nuk e ka shpikur Trumpi politikën. Thjesht Trumpi, me çka kuptoj unë, e lexoi manualin e turmës edhe e përdori në mënyrë të pa skrupull, të pa shpirt, kur i thon. Domethënë Trumpi, duke qenë një njerëz që vjen nga bota e biznesit, e njeh shumë mirë mentalitetin e turmës. E njeh shumë mirë mentalitetin se çfarë do të blej turma. Po. Dhe e shfrytëzoi këtë. Domethënë e shfrytëzoi qoftë në atë bëjmë Amerikën e madhe. Dhe që në fundit nuk është se janë as ide, po themi origjinale, janë thjesht ide të ricikluara. Po. Shumica politikanëve sot duhet të themi të drejtën, i marrin modelet e ricikluara. Madje unë them që Trumpi tamam ka imituar Ramën. Jo Rama. Ka imituar Ramën. Po. Është e sigurt, domethënë. Po si? Ramën e imitojnë të gjithë në përgjithësi, domethënë se nga që është çik si natyrë kështu i gjatë, i hedhur si tip, domethënë edhe e bëri Rama për shkak se edhe Rama nuk shpiku vezën apo rrotën. Apo bëri vezën hëngri rrotën, apo jo, shpiku rrotën. Hëngri rrotën ja dha dhe rrotën të gjithë. Hëngri vezën e mori hëngri për vete. Dhe tani kur e mendon për shkakun, të njëjtën gjë bëri dhe Rama. Thon eci me atë kartën e rilindjes, domethënë që unë do ta rilind. Është teoria magës, është, nuk është se ka ndonjë ndryshim. Po, ta mendosh. Po, tani që po e mendoj vlla, po. Po. Po do rilindim. Albania first. Do rilindim. Pra mos e bëni ju Ramën sikur Rama i serviloset atij. Jo, ai kopjoi nga Rama. Domethënë Rama është babai, është mendja mastermindi politik i konservatorizmit botror. I Shteteve të Bashkuara. Sa të mërshme mund tjetë e vëlla. E di ç'është më e bukur se patronazhisti që na ndjekin neve. E di, atë çekun e di veti. Drejtor vëlla në spitalin e Vlorës. Se ti e di që unë nuk jam kështu që të vi të ulem nëpër tavolina kështu me këta, domethënë. Kështu që e di vet. Një cop drejtori. Pastaj spitalin e Vlorës shpendit u krykëm atë. Hajde, prit njerë, dale, prit të gjejmë ca lozhe të tjera. O kanakar I kombit shqiptar, a kupton? Tingëllon mirë kjo e fundit. Kanakar I nënës? Kanakar është I ëmbël. I ëmbël është I përzgjedhur, the chosen one. Po, është një kompliment aq maskilist sa që është domethënë këta që janë nga Erseka nuk o kanakari nënës. Po, shiko, me që ishim te Trumpi. Po ta vësh re për shembull se edhe këtu kanë sa të përbashkëta këta tani që mendoj. Tani më erdhin mendja se deri çfarë mendoja që Trumpi ishte pak më origjinal, po jo, faktikisht bie që është e kundërt. Edhe po mendoja për shembull që Trumpi po ta vësh re luan me mesazhet e thjeshta. Edhe është me mesazhet e thjeshta sepse edhe ka një, po ta vësh re për shembull ka një anti-intelektualizëm strategjik, do ta quaja unë. Po, sepse ai u flet shtresës mesme dhe tulët, sepse ai e ka studimin e shoqërisë se kush është vota më e mbledhshme. Të gjithë në shtresën e lartë e njohin se kush është Trumpi, kanë bërë të njëjtat zullume me Trumpin, nuk duan ta fuqizojnë Trumpin. Nuk kanë nevojë të flasë atyre ai. Po, nuk I flet fare atyre. Nuk kanë nevojë të flasë atyre. Se ai I duhet kjo pjesa që nuk e ka, jo pjesa që e ka. Atë pjesë e ka ai. Ata që duhet I ketë I ka. Do të tregoj edhe me luftat që bën që nuk është dhe aq ujk I vetmuar në politikën amerikane saç u mundua ta shiste vetë. Saç pretendon se është. Saç pretendon. Domethënë po ta vësh re për shembull, ndërkohë që liderët e tjerë, disa lider, jo të gjithë, po këto liderët po themi që janë pak më klasik, më kështu, këta të gjithë kanë një lloj fjalori prej profesorësh edhe prej intelektualësh, po ta vësh re për shembull, Trumpi është pak a shumë siç është edhe Rama deri diku, domethënë janë si këta komentuesit e Facebookut në ora 2 e mëngjesit. Domethënë që as vetë nuk e dinë se ç'shkruajnë, domethënë. Ti s'ka nevojë të shkarkojnë diçka dhe e dinë që ti do ta marrësh. Domethënë përdorin këto frazat e shkurtra, përdorin këtë gjuhën kështu, domethënë gati emocionale, po me zero komplekse, domethënë s'kan komplekse kur flasin, janë të lirshëm. Domethënë tek tu futet edhe në një kartë patriotike kështu me të në fund, domethënë futet. Po. A më kupton? Edhe po ti vësh re për shembull, ka kështu komunikime në këto
komunikimet po themi politike që tregojnë domethënë mesazhe të thjeshta dhe të përsëritura dhe po ti vësh re këto mesazhe të thjeshta dhe të përsëritura kanë goxha ndikim te publiku i gjerë. Po. Këtë për shembull po të bëj një krahasim me spektaklet e humorit, të cilat janë spektakle të padëmshme në thelb, domethënë nuk i bëjnë dëm popullit, përkundrazi. Po të jenë të lloj niveli të mirë, ndihmojnë domethënë. Spektaklet e humorit janë në këtë lloj forme. Her pas here ngulin disa batuta kyçe dhe një personazh që bëhet i famshëm bëhet kryesisht duke pasur të njëjtën batutë të ripërsëritur. Një batutë që është e thjeshtë, që jo gjithmonë ka kuptim, ndonjëherë s'ka as kuptim fare, mund të ketë thjesht rim, por ama ngulet në mendjen e njeriu edhe është domethënë e thjeshtë dhe ripërsëritur, dhe ti sa herë që ndodh një debat, tak të vjen ajo batutë dhe të kujtohet ai personazh. Domethënë si puna që t'ia kuptojnë njerëzit thjesht fare, si puna ajo që bënit juve te Portokilli atëherë. Maj mend si sot kur ikin Belgjik me Nova. Maj mend si sot, po. Ajo është domethënë dhe ti e di direkt mendja jote shkon aty. Po. Ose qoftë edhe me atë numrin e zëm po me urën shpatën. Po me urën shpatën, po. Është batut filmi faktikisht. Po, me urën shpatën. Por logjika është po me urën shpatën, ata flasin për çdo gjë personazhe. Ose ajo reklama. Yll fare pres marrësh. Mbahet menda që doli pres marrësh. E ka qenë një tjetër mbyllet ti i parë, jo po mbyllet ti i parë, mbyllë unë, jo po mbyllet ti, jo po mbyllë unë. Po të ripërsëritet kjo, i ngelet. Edhe në politikë është e njëjta gjë. Duke përsëritur, ndodh e njëjta gjë. Më fal se kisha një zilen. S'ka problem. Dhe edhe në politikë ashtu po ta vësh re për shembull, edhe Berisha çfarë përsëri. E ke vënë re Berishën për shembull, se edhe Berisha është tipik politikan i tillë për shembull. Po të gjithë politikanët përgjithësi këta të kalibrit kanë një frazë të cilën mundohen ta ngulisin. Amton siç ajo Rama ik, dikur ishte fajin e Kasaliu. Domethënë Nano ik. Ripërsëritje, Nano ik. E ka kriju vetë Sala. Po pra, domethënë mirë, po këto janë fraza të cilat janë të thjeshta dhe të ripërsëritura, kanë vetëm një qëllim dhe asnjë gjë tjetër që t'i ngulen turmës publikut të gjerë në kokë, sepse masa e madhe nuk ka nevojë për filozofi prej profesori kur i flet. Po. Ti flasësh ti masës për shkak për GDP-n. E bënte Nano ndjes pas dikur këtë, po e bënte ndonjëherë edhe në formë tallje, Po. Thoshte një gjë shumë të thjeshtë, po me fjalë të komplikuara që ti bënte lëmsh njerëzit, se ajo kohë ishte. Sot është e kundërta, nëse do masën, duhet i japësh diçka sa më brutale, sa më të thjeshtë, domethënë, të thjeshtë, të shkurtër, të ripërsëritur. Bam, godite edhe turma nuk do analizë, nuk do ndjenjë më tepër, e ke parasysh? Domethënë ti ngjallësh ndjenjën si në stadium. Po. Tifozeri. Edhe domethënë nëse e bën që të ndihet, domethënë ta ketë këtë lloj ndjenje, atëherë ti ke fituar. Ti nuk ke nevojë për strategji. Edhe Rama për shembull, këtë e ka ditur shumë mirë, siç e di dhe Trumpi, domethënë pasardhësi i Ramës. Sa e bukur ka Trumpi pasardhësi i Ramës. Po vdes për këtë lloj humori vdes vlla. Cili ka mbretin e vet, vlla, mbreti jonë kur tallet trapi në mënyrë kaq groteske, që s'ka çatoj tjetër, ja kupton? Nuk ka çatoj tjetër. Po më fal, po pse ti mendon që ç'a do dali Rama tash do ta hedhë poshtë që thash unë? Rama ka për gjuar nesër do thoj unë jam para Renzi Trumpit. Trumpi mësoi nga unë. Madje ai ç'a di bëj që ka konflikt interesi ore, se ai do që të vetë lëvdohet, se ai ta merr dhe ta bën reels këtë që thash unë. Kështu është i lezetshëm vëlla. Për zotin është i lezetshëm. Ka oligark tash Shqipëriaku. Ka oligark. Jo mirë, nuk ka. Pse çan këta oligarkët? Kur Rusi jemi ne që ka oligark. Ne kemi njerëz shumë të pasur që ndonjëherë nuk dinë se ku t'i çojnë lekët, por ky është një problem që kanë ata njerëz. Jo, problemi. Mua nuk më shqetëson, unë nuk kam ku t'i çoj lekët. Problemi është që Rama ka thënë një të vërtet shumë të madhe, vëlla, se ata nuk janë oligark, ata janë kasaforta e Ramës. Ja pra. Krisma nuk ka pasur. Dhe si çu dëgjua ata që su dëgjua si lloj gjë, edhe Kriska s'pas se ka pasur tha, duhet të kenë qenë diku larg. Diku larg. Dako. Mendon ti që Donald Trump po matet edhe psikologjinë e njerëzve, pra gjatë këtyre 18 ditëve ka bërë edhe një kalkulim psikologjik të njerëzve të frikrave të tyre. Se juve që jetonin në kontinentet amerikan me do e mos ma do mëndja, keni qenë të bombarduar në për këto mediat mainstream, jo lufta, jo Hormuzi, jo nafta, jo po Iksi, jo po...
Jo, me thënë të drejtën, Shpendi më shumë flitet në Shqipëri, në mediat shqiptare për këtë gjë se sa te ne. Më shumë flitet te se sa aty. Po unë kam përshtypjen që po. Domethënë unë kur hap televizorin dhe unë nuk është se jam në ndjekës i madh i mediave shqiptare faktikisht. Po. Sigurisht që ka lajme, përtesha ka lajme domethënë për këtë pjesë, po kam përshtypjen që momentalisht pjesa kanadeze është përqendruar më tepër te krizat e veta, edhe te krimet e reja të marrëdhënieve që po krijon me Indinë edhe me këto vendet e tjera domethënë, sepse në një farë mënyre ajo pjesa të thonit Kanadas që ti do jesh shteti 51 ka krijuar krijoi një lloj preku krenarinë e kanadezëve. Kanadezët, shiko, përjashtoi emigrantët e rinj, po themi, të cilët janë akoma në atë te shkalla e parë e Maslow, domethënë që duhet të sigurojnë bukën një herë kështu. Po kanadezët, po themi, prej disa brezash janë popull krenar, nuk është se janë një popull, sa i urt, sa popull i urt dhe i edukuar duket, aq edhe vlojnë për brenda, domethënë kur vete puna ka një lloj krenarie, domethënë duke qenë se janë dhe një shtet që tek e fundit, nëse Shtetet e Bashkuara kanë pranuar ndonjëherë, unë ta kam thënë, nëse kanë pranuar ndonjëherë humbjen në një luftë, është vetëm Kanadaja. Në luftrat e tjera, të cilat edhe pse i kanë humbur, nuk i kanë pranuar disfatet. Nuk e kanë pranuar kapitullimin. Po. A kupton, thjesht janë të rrequr. Po. Kanë hikur nga lufta, por nuk kanë thënë që u mundëm për shkakun. Kurse me Kanadan janë mundur. Kjo është arsye që është kufiri me vizore, se nga nervat i bën vizore. E kuptoj. Kështu që ka një lloj kështu këtu. Tjetra pasaj është dhe në Kanada ka disa kanë filluar për shembull provinca e Albertës, që është provinca që prodhon kryesisht ka bitumin, ka naftën. Është ngritur dhe duan që të mbledhin firma tani për referendum për ndarje nga Kanadaja. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Quebecu dikur. Po, provinca e Quebecut është zonë franceze. Po, sepse janë frankofone dhe donin që dilnin të pavarur dhe realisht Quebecu është e vetmja zonë që është, po themi, edhe zyrtarisht gjuhën zyrtare ka frëngjishten, ndërkohë që provincat e tjera kanë anglishten, edhe një provincë është vetëm që është New Brunswick, që është më në lindje, vetëm ato kanë dy gjuhë anglisht frëngjisht zyrtare si provincë. Po. Kurse gjuhë zyrtare pasaj në të gjithë Kanadan janë të dyja gjuhët, edhe anglishtja dhe frëngjishtja. Pikërisht për këtë në anën federale. Po, këta tani Alberta, domethënë siç është ngritur Alberta, Quebecu është ngritur 2 herë, por është ngritur për të qenë i pavarur, duke i quajtur vetëm për shkak të frankofonisë, domethënë, dhe kjo është arsyeja që të dy revolucionet, po themi, edhe referendumet më saktë i dështuan. Ndërsa Alberta që është ngritur tani, kemi të gjithë këto lloj burimesh dhe Kanadaja po na i keq përdor sepse ka pas dhe diçka, po e them kështu popullor që domethënë nxirrej nafta në Alberta, shkonte për punoj në Amerikë dhe kthej prapë dëshitej këtej. Po. Për Kanada. A kupton? Po. Dhe kjo krijonte edhe atë disbalancën, po themi, edhe në çmime dhe plus taksa e gjëra. Për këtë duhet që të flasë një ekspert tamam për këtë pjesën si tur strukturën e kështu, po themi në vija të trasha, me aq sa kam kuptuar unë nga mënyra se si. Dhe ka pra këto problemet e veta, ka problemet e tjera pastaj që arritën disa nga qytetet kryesore metropolitane, po themi të Kanadas, siç është Toronto apo Vancouveri, vajtën çmimet e pronave për shkakun shkuan në një mënyrë, u rritën në mënyrë drastike dhe tani po pson një goditje, po prap në një ulje drastike ku shumë njerëz i kanë investuar, i bie që po humbasin. Vlera e dollarit kanadez ka rënë. Shikon domethënë që ishte edhe një gjë e bukur që është ulur niveli i papunësisë, thoshin ca. Ndërkohë që shikon, edhe kjo më pëlqeu shumë kjo. Ishte në një analizë që bënte një analist këtu, thoshte krijohet iluzioni, thoshte që është ulur niveli i papunësisë. Po. Por nuk është se është ulur niveli i papunësisë, thjesht është ulur niveli i njerëzve të cilët kërkojnë punë. Po. Pra në realitet ne kemi më shumë të papunë, të cilët marrin, po themi, atë pjesën e welfare-it, ndihmës sociale, sesa kemi në realitet një ulje të papunësisë. Thjesht ka rënë kërkesa për punë, por jo se është papunësia. Po pse është kjo shitet si ulje papunësie? Po pra, pse është ulur kërkesa për punë vlla?
Po sepse mundohet të shfrytëzojnë këtë pjesën sociale. Domethënë të marrin një benefit këtu, një benefit atje, që sigurisht që këto janë në kurrizë të atyre që punojnë, që paguajnë taksa. Domethënë ka një lloj loje sepse edhe fakti që një shtet është shumë social, ndonjëherë nuk duhet të jetë aq shumë social, sepse i bën njerëzit për tac. Po. A kupton? Nuk duhet të ofrojë disa benefite, po deri në farfeje, sepse i bën njerëzit për tac. Prap. Okej, s'po punoj unë, se sidomos këta po themi niveli që mësojnë të jetojnë me shumë pak, këta se kanë problem, këta janë më rehat ashtu. Domethënë nëse ai për shkak se s'do me bë pushimin as i vend, s'do me pas një mirëqenie të madhe ose mendon që mund ta manipulojë nga pak sistemin, shkon te ky lloj sistemi. Edhe gjithë kjo është në kurrizë të atyre që punojnë, se kjo është problemi i shteteve sociale. Mjekësia këtu ka një kolpo tjetër. Edhe mjekësia është në një mjekësia falas këtu me dëmë. Falas. Po. Një mjaltë është falas, sepse ti merr në taksa i ato lekë që do t'i paguajë në spital, ai ti merr kështu, domethënë. Mirë, po edhe problemi i mjekëve këtu është urgjencat me orë të gjata, domethënë për të kapur një takim me një doktor është bërë shumë vështirë, domethënë ka shumë gjëra që janë në rënje që shpresojmë që të ngrihen, sepse prap është shtet i fuqishëm, nuk është një vend, nuk është peshë lehtë, sido që të jetë. Por që ka një rënje. Në të gjithë botën sigurisht krijohen kriza, domethënë qoftë për shkak të luftrave, konflikteve të gjitha, po keq përdorimi pastaj i fondeve që i është bërë fondeve kanadeze për shembull, ku u dhan kush e di se sa $1 milion ju dhan për luftës së Ukrainës. Kotem kot, ndërkohë që këtej kishte vojtë të tjera populli vet. Se unë jam dakord të ndihmosh popullin në nevojë, po para se të ndihmosh popullin në nevojë, duhet të shikosh një herë, ore, te nga salloni im ç'a bëhet. A kupton se në shkollajt ti dorovisësh këto lekët sikur si ke tuat, që si kanë vetat, pa diskutim. Ashtu siç bëri këtë gafën tjetër, prek fondin tani ky pasardhësi Trudeauit, prek fondin e pensioneve, e ndërkohë i ofron $100 milion indis për studentët që të vinë të studiojnë këtej. Shumë mirë që ofrojnë bursa apo ndihmesa. Po sistemon një herë këta që ke. Pastaj shto radhët, domethënë. Se a kupton, është ka një lloj, ka një gjë, domethënë një çatrafillosje nëpër sistemet e shteteve që ti se kupton se ku po duan ta çojnë botën. Saqë ndonjëherë thua, ke parasysh, a ndoshta po e çojnë siç e bën pandemi, mornin mbyllën një herë, tani duan ti të çmendin fare që të plasin një herë mirë, e të shkojnë në të samës të gjithë, e të bjem rahat. Ku e kanë interesin në vëlla me shku të gjithë në të samës? Nuk e di. Ndoshta nga që bunkerët e vet i kanë bërë. Po mirë, po ideja është prapë është interesi që të kapësh diçka vëlla, që ti përdorësh. Më kupton shpenen? Po ja, për shembull kjo e Trumpit për çfarë bëri për shembull, ky që krijoi këtë iluzionin e luftës edhe që tani po themi thotë të riqet. Çka ka ndodhur? Ka marrë diçka ky për shembull ndërkohë të këtyre 18 ditëve, çka ka përfituar? Unë dit diçka. Po. U godit Izraeli e para, ra mitja i pakut, Izraeli të pa prekshëm si nocion në Amerikë, pra të gjithë kanë folur Tucker Carlson, Candice, ky Joe Kent, i antiterrorit para 3 ditësh, para 2 ditësh. Që dha dorëheqjen, po e dëgjova. Që dha dorëheqjen, që ishte i magës, America First. Dhe djali i Trumpit, Baron Trump, 2 ditë para se të fillonte sulmi në Teheran, ka bler $30 milion fuqi. Vlerë me $30 milion fuqi nafte, po me 42 dollar fuqia. Dhe në këtë kohë është $108 fuqia. Pra i ka rënë shkurt Trumpi më. I ka rënë biznes vëlla. Është biznes. Po, biznes. Dhe krijon luftra të tjera imagjinare, hipotetike në të ardhmen. Pra, sot ai ka deklaruar shteteve europiane ose shteteve të NATO-s, ushtrive të NATO-s që juve frikaca keni për ta paguar shumë shtrenjt këtë braktisje që i bët amerikanëve në luftën e Xhirit të Hormuzit. Tani, domethënë ky donte një arsye që ti rrjepi pak më shumë. Pikërisht pra, ky donte një arsye dhe ju dha arsye. Miti i Izraelit ra, por ka bërë diçka tjetër, ai degeneroi republikanët, i ka shkatruar republikanët nga brenda.
Ka shumë përçarje brenda republikanëve. Janë neokonsat dhe MAGA. Tani, se kush është MAGA, unë se marrë veshë vlla. Është Trumpi, po mua nuk më duket se MAGA është Trumpi. Ajo është lëvizje që e vuri Trumpin në pamje të parë, parasysh se ka nevojë për një fytyrë lëvizje. Po dyshoj që është vetëm Trumpi, se një person i vetëm, shiko, Amerika është aq e fuqishme, ka mbështetjen dhe aq e komplikuar në sistemin e vet, sa nuk është kollaj që një person i vetëm ta marrë aq kollaj në përkëm. Ka një arsye, ka diçka që ndodh mbrapa gjithmonë. Se të ishte ashtu, domethënë i bie që çdo president i dështuar që do kishte ardhur në Amerikë do ishte dikur Amerika. Po. Se di se sa herë do tani. Kjo ka logjik. Ka shumë logjik. Është këta janë çdo gjë ka nevojë për një fytyrë, nuk është si në Shqipëri për shembull, që shumica e gjërave kalojnë nga zyra e kryeministit, po themi. Po. Sepse është një vend i vogël tek e fundit, domethënë edhe kështu. Jo, këtu është një perandori e konsoliduar ku ndoshta fuqitë më të mëdha komanduese nuk janë fare këta që ne shikojmë nëpër ekrane, domethënë nëpër lajme të përsëritur. Po. Kështu që se në thelb, shiko, në thelb për shembull ta lidhin çik me atë që po thosha aq parë me punën e përsëritjes, e nguljes së një gjëje. Nuk është e rëndësishme që ti t'japësh një lajm të vërtet apo që ti të krijosh të thuash të vërtetën. E rëndësishme është të krijosh iluzionin e të vërtetës, po. A kupton? Ti krijon iluzionin e të vërtetës dhe duke përsëritur shumë, ajo pastaj ngulitet dhe kthehet në një lloj kujtese personale të individi. I duket sikur Trumpi të ka folur ty, a kupton? Ti je në shtëpi duke parë televizor dhe aq shumë përsëritet një gjë sa që thot ai, ma thot mua presidenti im këtë. A kupton? Sa aq është truri i njeriu. Do të thënë brenda një viti kur ti fut gjithë botën në një epruvet, edhe njeriu e kupton që është si puna e ujit që merr formë në enës. Nuk e ke për gjë ta manipulosh normale. Një pjesë të opinionit publik mjaftueshëm të votojë me këtë lloj forme. Normale. Ideja është këtu. Po lexoja shumë titull sot vlla, dhe ishte një titull që bënte në qoftë se Izraeli i vret të gjithë udhëheqësit e Iranit, kush do mbetet për të negociuar me Trumpin? E para. Se luftrat bëhen, po në fund ditës, atë që neve quajmë kapitullim, ai është negociat. Pala humbse negocion me palën fituese se si do ta ndajnë tani, do marri ndëshkimin, po ka gjithmonë një ndëshkim gentlemenash, ti nuk do që ta mbysësh viktimën tënde sepse fund ditës ajo do ketë një reaksion tjetër, do krijojë një reaksion tjetër. Mjafton të referohemi luftës parë botërore që solli luftën e dytë botërore. Pra Hitleri u krijua nga traktati i paqes në Versailles. Që Gjermanisë kape bjerë i hyn, normale do dilte Hitleri ose në mos dolfi do dilte një Hitler tjetër. Do dilte një tjetër, do kishte emër tjetër, po do ishte e njëjta filozofi mendimi, racizmi e gjitha me radhë. Një lloj ndjenje domethënë superioriteti, duke u nisur nga pozitat inferiore që të kanë vendosur ty të tjerët. Tani fillojnë luftrat, mbyllen luftrat, valla. Ato nënat që kanë qarë për humbjen e djemve tyre, kush i zëvendëson valla? Shiko, e di si është puna shpejt, domethënë ky tërheq vlla i futin në luftë, ti tërhoqe, se të thuash që Irani sulmoi Amerikën, nëna thotë ja kanë falur djalin ose vajzën shtetit. Të veshti ta sulmosh 15.000 kilometra larg, çosh djalin tën për një luftë për shpërndarje demokracie. Shiko, ka një gjë për shembull që po ta lidh prapë me filozofinë si e kam kuptuar unë të paktën të punën e Trumpit. Ky duke qenë natyrë primitive, edhe mënyra se si e përdor, po themi, krijon një lloj psikologjie primitive tek njerëzit, te turma. Dhe kush është kjo psikologjia primitive? Është krijimi i armikut. Domethënë ne dhe ata, ne kundra atyre. Pra në momentin që ti krijon filozofinë ne kundra atyre, ti do të kuptosh një gjë që nëse ke një turm, po themi, që është pa armik, është thjesht një grupim njerëzish.
Ama nëse ti ke një turm e cila karmik, kjo nuk është me një grup njerëzish, kjo është një ushtri. Po. Pra ti automatikisht e ke kthyer në ushtri njerëzit. Atë turmën e menaxhon shumë më kollaj duke e kthyer në ushtri. Edhe duke fut media, duke futur emigrantët, duke futur establishmentin. Ti e krijon këtë lloj psikologjie saqë ai nuk e kupton për shkakun që të shkojë të luftojë në Iran nuk ka lidhje fare me lirinë, por ka lidhje me luftën që po bën presidenti Radhës. Kjo është fatkeqësia në përgjithësi që ka ndodhur shpesh me Amerikën dhe mënyra pasaj se si janë tërhequr ushtria amerikane pasi kanë mësuar humbje dhe kanë mësuar dhe humbje njerëzish, se ata janë binë nënash tek e fundit. Por vetë fakti unë se kam kuptuar asnjëherë, domethënë çfarë kuptimi ka të shkosh dhe të luftosh për liri. Ne jemi vetë përfitues të njërës për këtyre luftrave, realisht domethënë. Edhe si thosh nga kjo anë domethënë jemi okay ne me. Është Kosova vëlla. Po, se kemi Kosovën. Po. Mirë, po kur e mendon Hollol për shembull, shkon dhe lufton për lirinë e një vendi tjetër, po lufton për lirinë e vendit tënd. Pra praktikisht në mënyrë bazike ti po shkon për një interes tjetër që nuk është liria në thelb. Po. Është përfitimi. Se neve jemi vetë populli përfituar, po e them edhe një herë, por edhe ata janë shumë të përfituar në këtë pjesë. Se nuk është se erdhën ata thjesht se po ndodhte genocid në Bosnjë apo në Kosovë. Ata erdhën dhe shtyn kampin e tyre perëndimor, që është mos e normale. Shansi jonë është që neve, duam apo s'duam, sigurisht që jemi në krahun e tyre, sepse tek e fundi më mirë me këta se sa me ata që na kanë masakruar për shekuj. Normale. Logjike thjesht. A më kupton? Por nga ana tjetër nuk duhet ta harruar që edhe këto vijnë për përfitime, se nuk besoj që të ndalosh në një qytet të vogël në Amerikë, ti e njohin gjithë se ku bie kombi shqiptar në përgjithësi, jo thjesht Shqipëria. Apo Kosova. Ata nuk din me cilin shtet kufizohen nga shtetet amerikane. Po prandaj po them. Ka njerëz që ndoshta ndonjëherë s'kan dalë as nga qyteti ku jetojnë. Kam unë këtu kam takuar njerëz që kanë thënë s'kam dalë nga Montreali. Dhe ti çuditesh, thua si ka mundësi valla. Gjithë jetën që punon. Mërshme valla. Çfarë ishte ky zëri? Ja, doli një psikopat. Nuk e marr vesh. Po lër mos i dëgjoj këtar, po. Çfarë është? Ai shpend gashi kë. Ky telefoni po, i u mor për mirë vlla. Dhe ja plasi. Fillon flet vet. Kemi 2 vjet garanci. Domethënë, shiko, që ta përmbledh atë që po thosha me psikologjinë e armikut. Trumpi në thelb nuk është se, domethënë Trumpi nuk i bashkon njerëzit. Thjesht Trumpi i bashkon kundra dikujt njerëzit. Dhe ai ashtu e nisi. Ashtu e nisi politikën dhe sigurisht ashtu do ta përfundoj. Pra ne do bashkohemi dhe këtë e bëjnë përgjithësi shumë politikanë, domethënë. Por ky e bën në mënyrë bazike dhe është më e lezetshme që ne do bashkohemi kundra dikujt. Në fillim do bashkohemi kundra të qenit vendi i dytë apo i tretë, duhet ta rikthejmë Amerikën siç ishte vendi i parë. Dhe pastaj fillon, tani do të bashkohemi kundra këtij, nesër do bashkohemi kundra atij. Është biznesmen ai në fundit. Prandaj dhe i ka gjëra shumë bazike, nuk i bie anash ai, kupton? Në këtë sens. Shikoj. Është edhe pastaj mos ta harrojmë edhe një gjë tjetër, që jetojmë në një kohë kur liderët janë më tepër njerëz të spektaklit se sa liderë të vërtetë, ha? Domethënë mendojnë që lideri është bërë si brand, po ta vësh re. Unë mendoj që bota ka vetëm 4 lidera ose 5. Po. Është Vladimir Putin, që nuk e fut kurrë në luftra idiote Rusin, vetëm në luftra që diti justifikoi shumë mirë për popullin e vet. Pra do kapim prap Ukrainën. Nga Moska deri në Vladivostok janë të gjithë të bindur që Ukraina është e tyre. Do të shkojnë vetë ata, dhe vullnetar, marrin mercenar e gjitha me radhë. Po. Është Xi Jinping i Kinës. Po. Që duhet vlerësuar që mban kontroll 1 miliard e 800 milion banor vlla, se shumë e vështirë të mbash 1 miliard e 800 milion që të kthehet revolucion. Po. Edhe ata edhe ngatrohen një herë se janë 5 veta me një pasaport. Erdoganin e Turqisë që e mban zap Turqinë, edhe prap nuk e fut në luftra idiote me popullin e vet.
Por e ka të justifikuar me kurdët, me këta, sepse duan me na marrë, dhe kurdët janë 18% e popullsisë në Turqi. Naib Bukele i El Salvadorit, që ka kthyer në shtetin më të paq të botës, ishte shteti që ti kishe frikë të dilje me një unaz në rrugë se të prisnin gishtin, jo të merrnin unazën, po të merrnin me gjithë gisht. Dhe Ibrahim Traore i Burkina Fasos, që ka kthyer Burkina Fasos faqen vëlla. I ka sjell të gjithë trurin nga bota, po prodhojnë makinën e tyre, po prodhojnë shëndetësinë e tyre, po shtrojnë rrogët e tyre, rrugët po i shtrojnë të gjitha, ka marrë 750 makina nga këto të inxhinierisë ekstreme vetëm për shtrua rrugë tash. Ta janë 5 lidera vëlla që mendojnë vetëm për popullin e tyre. Të tjerët janë lidera konsumizmi. Janë lidera janë brende pra. Që dalin në televizor, bëjnë një fjalë, godasin bursën me fjalë. Po. Domethënë këta e di pse thash unë, prandaj them që këta janë lidera brende, sepse këta janë në një farë mënyrë janë si punë një produkti që flet vet. A kupton? Shikosh për shembull, e zëm një konserv peshku që del dhe flet vet. Kështu janë këta. Është vetë produkti që flet. Konserv peshku konserv. Po se këta kur i hyn në brendësi qelben herë. Po ti vësh rek, domethënë kanë këto e ke stilit e pruar. Është tamam reklamë valla, kanë një stil të pruar, domethënë shikoj, edhe marrim këtë tonin, domethënë pavarësisht se kur marrim këtë dhe Trumpin kanë ngjashmëria shumë këta të dy. Sigurisht ky është më i mirë, më origjinal. Trumpi imiton këtë. Po si ka mundësi? Po ti vësh re për shkak kanë stilin e tepruar këta në mënyrën e komunikimit, në batutat që bëjnë, në mënyrën se si e reklamojnë veten, kupton, ka një lloj megalomanie kështu të natyrshme. Domethënë i buron valla atyre. Nuk shtiren këta. Trumpit i falet valla. Janë gjithmonë po ta vësh re për shkak janë konflikte të vazhdueshme. Bëj krahasimet, vetëm bëj krahasimet, janë konflikte të vazhdueshme. I vëre për shkak gjithmonë do gjen një konflikt edhe kurse kanë. Do kapen me një gjë. Erdhi ai për shembull mandatin e dytë, u kap me Kanadan, pastaj u kap me Greenlandin, u kap me një gjë tjetër, u kap me NATO, u kap me këtë, u kap me atë, plasi luftën. Ky Joni sigurisht do kapet me këta që ka vërdall, domethënë se tash kush ta pierdi Greenlandin do pushtoj ky Joni tash. Ky do merret me këto tonë, domethënë. Ky ka pushtuar Shqipërinë. Do kapet derke as me Albinin s'është duke u kapur më, madje kanë përshtypjen se si duket ai si avar shumë. Vlla. Në këtë sens ai ka diçka. Edhe po ti vësh re, më fal, ai ka pushtuar Shqipërinë. Një gjë tjetër, një element tjetër është që këta po ti vësh re, të gjithë fjalimet i bëjnë vetëm për klikime. Po. A më kupton? I kanë boshe fjalimet. Thjesht i kanë, domethënë, deklarata të forta për klikime. Si puna e asaj që kishte bër ky Joni para ca ditësh, domethënë që shpallte Iranin shtet terrorist, a më kupton? Edhe pastaj me siguri domethënë i çoi 2-3 PlayStation Trumpit dhurat atje që të mbaronte luftën me Iranin. I blen në Japoni. Po çati bosh ky shkreti, ky Joni, ky është mangall fare më. Ky është mangall apo ky është jashtë bote o vlla. Nuk e di se kush e ka gënjur. E ke shumë gabim. Nuk e di se kush e ka gënjur o vlla. Jo, shiko. Ky për shembull, dhe këtë kam përshtypjen nuk e ka shpikur ky, po le të atribuojmë këtij sepse ky i di të gjitha. Normale. Politika, domethënë, ky ka ndërthur, domethënë, një lloj politike që ka ndërthur, po themi, logjikën e medias dhe të showbizit në politikë. Domethënë, ky për shembull, ky Joni nuk është se ka kandiduar ndonjëherë për kryeministër. Ky thjesht është si thua është si një sezon i ri i vetvetes. Vetja e tij është një serial. A kupton, edhe ky ka nga një sezon të ri, a kupton? Shikon që ka audiencë dhe i futet një sezon tjetër. Po vete 14 sezone më, bë si Beautifully, o vlla. Lale, po ka Portokallia që 2003-shin, çaj mungon Ramës o vlla. Çaj mungon për të qenë. Jo domosdoshmërisht duhet të jetë funksionale, mjafton që vazhdon. Si ka mundësi që është kaq e tmerrshme o vlla? Si ka mundësi që është kaq e tmerrshme? Do të thënë ndodhin, u vran njerëz vlla, vrar fëmijë. Vriten edhe këtu për ditë. Se vrasja nuk është vetëm me armë, është po. Shpirtërore. Po vritet truri. Po vritet truri, po ças po bëhet, a kupton? Edhe një ditë bukur këta që marrin vendime për gjithë neve,
Po. Tërhiqe nga vendimet e veta të gabuara dhe e mbylle me një protokoll. Ishte një vendim i gabuar. Do kthehemi varëlesht. Po. Ropt ku ti ket NATO, ropt BE-ja, Po. se s'na ndihmojnë neve, keni për ta parë, Po, a kupton? po. Ikën ai. Po. Janë vrarë na 500 fëmijë në Iran, na 500.000 fëmijë Po, po. tjerë në Izrael. Se në shkolla strehojshin terroristë sipas këtyre, se këta i nxjerrin terroristë Po, kudo, po, a e kupton? qartë. Ashtu është. Mbaroj vlla. Censur, se është edhe censura. Po. Neve Po. punojnë media, ti ke punu në media, unë punoj në media, ne dim që edhe media më e mirë në botë vlla ka një censurim të vogël. Sepse Po, ka po, një pa linjë, diskutim, ka pa një diskutim. linjë editoriale, a kupton? Po, po. E vërtetë është. Tani këta janë Po. presidentët e luftës apo janë presidentët e kombeve vlla? Mandan do ti mua kët? Nga ndryshojnë këto dy lloj tipologji presidentësh? Presidentët e kombeve merren kryesisht me kombin e tyre për ta zhvilluar. Këta janë president luftrash, janë president, si thosh, në një farë mënyrë egoist. Kryeministra dhe president më saktë, se duket sikur flasim për president, se Bajrami për shkak më duket burr i mirë. Baromi. Nuk besoj që Baromi. edhe Baromi. domethënë po shiko, këta kanë një gjë, këta shfrytëzojnë këta shfrytëzojnë frikën dhe frustrimin për ta mbajtur presidencën apo për të mbajtur kryeministrëllëkull e tyre. Domethënë gjithmonë ta shfrytëzojnë frikën dhe frustrimin e një populli. Prandaj këta janë president të luftës. Edhe pse ky Joni nuk do ketë ndonjëherë, domethënë po themi, fuqinë për të bërë një luftë në sensin e luftës siç bën Trumpi, 18 ditë me Iranin, sepse neve Irani po të dojnë ka përshtypjen na kullufit me na 18 sekondave ose 18 minutave. 18 minuta për qenë 18 minuta shutdown komplet edhe këta, prandaj them këta, domethënë jetojnë nëpërmjet shfrytëzimit të frustrimit, të frikës, se njerëzit po ti vësh re, nuk votojnë vetëm me logjik njerëzit në përgjithësi votojnë dhe pa logjik. Ke parasysh votojnë më shumë për atë që i mban zgjuar natën. Po. Ka një lloj sindrome pak mazokiste njerëzit. Stockholm. Turma, domethënë që ai që mban zgjuar natën, ai është për mua, kupton? Dhe harrojnë që domethënë votimi nuk ka lidhje me marrëdhëniet intime. Po. Kupton, sepse Po. gjithmonë ti je ha në fund. Pikërisht vlla. Dhe ku lodrohet për shembull, çfarë lodrohet me frikën dhe me frustrimin? Lodrohet me, po themi, humbjet ekonomike, lodrohet me identitetin. Po ta vësh re për shembull abuzuesit më të mëdhenj. Prandaj ka thënë dikur ai anglezi atë pjesën që patriotizmi është streha e fundit e maskarimeve. Domethënë sepse lodrohet shumë me këtë identitetin dhe në kohë të tilla në të cilat ne jetojmë, maskarent e kanë shumë të kollajshme të lodrojnë me patriotizmin. Në ndryshim nga patriotët e vërtet, të cilët mendojnë që çfarë do bëj unë për kombin, e kupton? Po. Domethënë çfarë do bëj unë për këtë gjë, për këtë problem, këta maskarent shfrytëzojnë vetëm kartën e patriotizmit. Domethënë dalin çirën nëpër media me kartën që janë patriot, por nuk kanë asnjë veprim konkret. Karshi patriotizmit vërtet. Ç'është patriotizmi për ty? Patriotizmi fillon nga vetja. Patriotizmi për mua nuk është të marrë të valvis flamurin dhe të dalë nëpër ekranin e televizionit dhe t'i bie kraharorit edhe gjoksit që janë shqiptar. Patriotizmi për mua është masi kur mbaroj një punë dhe të tjerët më pyesin, "Ore, po ti me këtë aksentin kështu apo me temperamentin kështu, nga je mor djalë?" Unë i them, "Po, unë jam origjinë nga Shqipëria." Kjo është ti bësh një shërbim kombit tënd, e kupton? Ose në momentin që ke mundësi për më shumë të përfaqësosh vendin tënd në një farë forme apo të organizosh diçka e cila e bën vendin tënd të njohur për gjërat e mira që ka, të pranosh edhe që vendi jot nuk është si këto legjendat që broçkullisin këta turmat pa kokë, këta robt që dalin kështu dhe thonë çdo gjë është ka lindur këtu, a më kupton? Po ti marrësh gjërat me fakte, të dish se si ta shesësh, që mos të mendojnë tjerët që ti je i çmendur dhe megaloman edhe je tipik një provincial i një vendi të vockël
i cili mundohet ta shesë një gjë aq të madhe sikur po shet. Sigurisht. Të shesësh vlerat e vërteta. Do të thënë, nuk jam për t'i dalë me ulërima nëpër ekrane me kështu. Ta kam shpjeguar disa herë, domethënë, çështjen e patriotizmit, po nëse domethënë tjetra që do të thoja, e the vet Bego, duhen përsëritur ndonjëherë gjërat që të mbajnë mend. Po, duhen përsëritur. Se në këtë sens domethënë unë them që patriotizmi prandaj se tani është bërë kështu se i themin e shpendi dhe pastaj na i marrin edhe na i përdorin edhe fjalët. Po vetëm kur e dëgjon, jo, shumë mirë, më isha, unë jam për pjesën sa më shumë përsëritet aq më shumë ngulitet, domethënë, sepse përsëritja është dhe nuk më vjen keq për këtë pjesë. E di kur më vjen keq kur ndonjë pseudopatriot merr frazën tënde dhe përsërit për qëllimet e veta personale. Jo, nuk është për të ardhur keq, ajo është ofendim. Edhe ofendim, sigurisht, po është edhe për të ardhur keq se thua që ti je një maskaraq që po fshihesh në strenën e patriotizmit, mos fol për këtë pjesë. Do nuk të takon. Nuk e bër asnjë gjë për kombin tënd. Kupton? Ja kuptoj. Domethënë, patriotizëm patriot maskarin për shkak që janë patriot, domethënë po pseudo patriot, janë ata të cilët mundohen të përfitojnë me këtë lloj karte pa dhënë asnjë gjë në shkëmbim, domethënë. Si puna atyre që thoshim dikur që tani nëse ti s'ke çati fusësh barkut për të ngrënë, mos më bëj mua që le rrogën 6.000 euro ti apo $6.000 edhe u ktheve se po të hante ty për vatanin. Domethënë, këto janë broçkulla. To i han kalamajt, nuk i han ne. Ne jemi të pjekur mjaftueshëm që të kuptojmë që nëse ti nuk arrin dot një lloj komoditeti në jetën tënde, ti nuk je i aftë të sjellësh ndryshim. Po, ti do jesh i aftë vetëm për të sjellë shfrytëzim të mëtejshëm. Absolutisht. Për qëllime personale. Shikoj. Di unë tani dhe them që do vit ndërtoj vatanin. Jo, do vit ndërtoj vatanin, po në 1 2 3 4 5 elemente. E di pse mendoj unë që është situata kaq e rënduar globale, jo vetëm këtu vëlla, se këtu është projeksioni. Po, është global, nuk është vetëm Shqipëria, jo. Unë mendoj vëlla sepse po ndodhin shumë luftra njëkohësisht. Është lufta fizike, pra kjo që neve pam Iran, Izrael, Shëba, pa shumë luftra tjera, Rusi, Ukrainë, gjitha me radhë. Është lufta e brendshme vëlla. Lufta që neve kemi përdit me veten në radhë parë. Pa. Dhe është edhe lufta me mbijetesën. Pa. Këto nuk është se nuk kanë ndodhur në stadet ndryshme të historisë, se gjithmonë kjo gjë ka ndodhur. Po është si puna te Herkuli, te filmi vizatimor që janë rreshtuar të gjithë planetet në një vizë. Dhe neve na ka qelluar vëlla që lufta fizike, lufta shpirtërore dhe lufta për mbijetesë po ndodhin në të njëjtën kohë vëlla. Dhe kjo na ka bërë domethënë të humbim vetbesimin, të jemi të pasigurt. Sepse sot ti nuk ke ku të investosh, sepse ti thua në 2020-ën na mbyllën si zogj në kafaz. Po, morën formën e enës. Morën formën e enës. Tani nuk na lan as 3-4 vjet, na plasën një luftë edhe po trumpetojnë luftë botërore, nukleare, shpërthime. Do apo s'do ti, janë shqiptar apo s'janë shqiptar, kur ti shikon që po vriten fëmijë vëlla, të zë të merri. Jo, pa diskutim ajo. Të zë të merri. Është problemi që vjen një ditë që të vjen te dera jote. Pikërisht pra. Do vi një moment që do të vitë dera jote, se ti nuk është se je një ishull i izoluar, nuk je Zelanda, që maksimumi do të godasi në një tërmet. Pa. Ose do të pushtoj prapë Britaniku. Pa. Je një vend që je në mes të Ballkanit, je në mes të Europës në mënyrë, mes të Europës. Një porta për të hyrë, domethënë nga perëndimi në lindje dhe edhe kundërta. Domethënë je gjithmonë në rrezik do jesh. E di çfarë është ajo që më trëm mua për shembull, domethënë ajo që shikoj unë më saktë si fenomen, që më shqetëson është që gjithmonë më shumë, po ta vësh re, gjithmonë më shumë është shtuar ideja që neve dëgjojmë njerëz edhe themi ti po thua atë që unë ndjej. Po, kjo vëlla është frikshmërisht e frikshme. Kjo tregon një lloj pasigurie dhe tregon një lloj paaftësie individuale për të thënë atë që ti ndjen dhe mendon. Sigurisht që ti duhet të kesh filtra kur fletore, se jo çdo
Jo çdo gjë që ti thua është e zgjuar. Po. Domethënë, edhe ka shumë idiot pastaj që flasin vetëm budalli që nga mëngjesi deri në darkë. Po. Po. Në momenti domethënë kur ti shikon që shumica e njerëzve dhe këtu futen ndonjëherë dhe intelektual, njerëz që kanë, po themi dy pare mend më shumë apo që janë një çik më të zhvilluar, po themi se sa një shtresë më pak e zhvilluar. Dhe të thonë që ti thua atë që unë ndjej, kjo është ajo si tush ai virusi domethënë që i është futur mendjes së njeriut dhe nga i cila përfitojnë që nga maskarent e deri tek presidentët apo kryeministrat e rangjeve të sotshme që ne shikojmë në mas, që të thonë pikërisht atë që ti mendon se ti ndjen dhe të bëjnë, të bindin, prandaj janë shumë mediatik më shumë se sa janë se sa janë me bosht politike dhe ideologjik, sepse janë të thonë pikërisht atë që ti mendon se do doje ti të thoje. Ta bëjnë të tillë, ta shesin të tillë. Domethënë, sot për shembull e di çfarë është sot, tani do të themi gjë dhe ti pasaj ma gjej vetë mua liderin. Po. Unë them që s'është vetëm një. Po sot për shembull është që të bëhesh lider sot është ti thuash njerëzve mos lexo libra, po lexo komente. Kjo të bën lider sot. Mos lexo libra, lexo komentet. Ose mos i zgjidh problemet. Gjej fajtorët. Po. A kupton? Godit fajtorin. Të gjejmë fajtorin, nuk ka rëndësi problemi. Problemi pravi pas zgjidhur do ngelet. Po. Ke burgjet plot. Ke mos i bashko njerëzit. Po krijoj një lloj ideje që të polarizohen bukur me njëri tjetrin. Ha? Domethënë mos i lër të bëjnë asnjëherë bashkë. Të bësh George Orwell. Të bësh George Orwell në 84. Ti gjithmonë të jenë polarizuar, a kupton? Je duke i përplasur. Dhe mbi të gjitha është ajo që unë e kam pasur shpesh e thoya për shaka këtë, po kjo është e vërtetë që mjafton që gjërat ti thuash me bindje dhe ti thuash bukur dhe ti je i bindur që sado budalli që të flasësh, të gjithë do binden për atë që ti do thuash. Domethënë, e rëndësishme është që ta shesësh me bindje edhe budallikun më të madh, edhe kur nuk ke asgjë për të thënë, shite me bindje. Njerëzit do ta blejnë. A kupton? Ta kuptoj shumë mirë. Këtë pjesën ta kuptoj shumë mirë sepse kjo është një nga pikat më të forta të komunikimit politik. Nëse ti do të jesh politikan karriere, ti duhet të flasësh me bindje, pra duhet ta besosh vetë atë që thua. Mënyra se si e thua, intonacioni i zërit, mënyra se si ti bën gestikulacionin. Për shembull, Rama është nga ata lloj tipologjie politikanësh që flet jo vetëm me një gjuhë, flet gjuhën verbale, po flet gjuhën skenike, po flet edhe me ato shpërthimet e veta, dhe është efekti pallua. Ai e hap atë dhe i trem njerëzit. Bishën e vetë dhe to që kohë tërheq vëmendjen. Është bosh, në substancë është bosh. Është bosh vëlla. Ai nuk thot asnjë lloj gjëje. Për ne. Kur ka qenë ministër kulture ai, domethënë i kërkoi studentët atëherë që ti propozonin ide të reja sepse ky do ishte, domethënë, ministri inovator kështu. Dhe kur i shkuan studentët në takim, studentët e rinj të asaj kohe, sot janë mosha ime. Po. Që prapësimit vjetër, më të rinj jemi, krahasuar me atë të paktën. Po. Po që ja futa këtu. Edhe atëherë domethënë në vend që të dëgjonte idetë të rinjve, i sulmonte me shprehjen ju nuk lexoni. Po. Ai thua se ky i kishte mbajtur kandilin, domethënë unë këtë e kisha pasur. Thua se ky ka lexuar shumë. Ky domethënë si thosh vinte më takonte babai mua dhe më thoshte natë mirë, fike dritën tash mos lexo më shumë se do qërrohesh. Edhe vinte edhe ky pastaj që thoshte i ke lar duar, i ke lar dhëmbët, lëre librin tani. Domethënë lexo, duhet lexosh më shumë. Po. Lexo më shumë dhe sot flasim për një njerëz domethënë që është në sezonin e vet, seriali vetë sezonin i ke pirdu, i cili ça bën nga mëngjesi deri në darkë, lexon komentet e njerëzve në Facebook. Po. Ha? Sepse kjo është metamorfoza e tij. Jo lexoni libra. Domethënë ju s'lexoni thoshte, nuk thoshte lexoni libra, sepse një njeri pozitiv për shkak, një ministër kulture,
E zëm se një moment do isha unë ministri kulture. S'kam as ministri kulture, se është bashkuar me ministrit tjera, po e zëm se në një moment, po themi, le të fantazojmë pak. Nuk kam asnjë interes me thënë drejtë. Edhe unë nuk do t'i thosha një grupi të studentësh të rinj që ju s'lexoni, ju s'dini, ju s'bëni, ju kështu, ju ashtu. Do t'i thosha lexoni më shumë. Po. Pra do kisha një impakt pozitiv. Është ajo që i them Timbiri kur luajnë futboll. Mos në momentin që skuadra është duke humbur, mos i thuaj shokëve të skuadrës që hajde t'i bijem topit se s'kemi çat humbasi më. Po. Se kjo është një lloj disfatizmi që ti i transmeton tjerëve. Po. Ti i thua që nuk ka mbaruar akoma ndeshja. Jepini çuna se s'ka mbaruar akoma ndeshja. Ky është një qëndrim pozitiv që ti i jep shokëve të skuadrës. Dhe një ministër, shok skuadre, në rastin e ministrit kulturës i nizë sporteve, që siç ka qenë ministri atëherë, një ministër, tamam ministër, do i bënte pjesë skuadrën e të rinjve. Nuk do anatemonte. Nuk do t'i thoshte ju s'lexoni, do t'i thoshte lexoni më shumë. E kuptoj. Kërkoni më shumë, e kuptoj. Po sepse ato janë komplekset e tjera të inferioritetit. Në momentin që ka marrë pushtet, ka dashur me i poshtru njerëzit. Është shkëlqimi e dalënia shokut Zylo burr. Ai drejtorova gollit ta shpjegon komplet si silleshin me Zylon. Varci ai shefi vet, ai sille me Varcit. E ke edhe tek gjuetia derrave me Sillon. Çai bënden ver Hoxha, ky ja bënte gjithëve poshtë. Po sigurisht. Si fucking shit është edhe Rama vlla, është pasyr. Pra e bullizonte Tosnano bashkë me Ilir Medën atë kohë që e tallin. Bile se të tallin gjithë, nuk e se tallte vetëm Tosnano bashkë me Metën. Më fal, se ai mban me të punën që thoshte burg ai. Po. Është, më thon dhe papritur para ca kohësh tash, domethënë se nga që i ndjen gjërat, thot prit një herë se na humbushën burgjet plot. Po. A është loja që po thosha unë, mos zgjidh problemin po emëro fajtorët? Po. Kjo është, ai ka emëruar fajtorët gjithkohës, prandaj gjithë janë në burg, gjithë janë fajtorët, po problemi nuk është zgjidhur. Lekët nuk janë. Lekët u zhdukën. Nga taksat po mbahen me buk ta që janë në burg, e kupton? Dhe pa fajtorët u kapën ama. Fajtorët i kemi. Problemi ku është? U zgjidh jo. Bego. Se është e thjeshtë valla. Ekuacione të thjeshta, nuk ka ndonjë. Pastaj mos bashko njerëzit. Po. Ja, mos bashko njerëzit ça? Mos bashko njerëzit, po polarizoj bukur. Ça është? Ai për çate sundohesh o burr. Është. Jo, bëjnë të dy. Gjithë liderat politik të punë kanë bërë. Po, kanë bërë në mënyrë primitive, domethënë që kush nuk është me mua është kundra meje, që është doktori. Po. Ky tjetri i thotë që tani ju mund keni valla, se çfarë me këtë tjetrin do shkoni ju? Domethënë një loj ping-pongu aty, polarizohen njerëzit, polarizohet turma. Edhe ti sundon, asnjëri s'është i bashkuar, të gjithë heshtin në mënyrë letargjike. Dhe asnjëri nuk di se çfarë kërkoj. Se kjo është më e keqja, nuk din atë çfarë kërkojnë vlla. Prandaj sot po ti pyet shqiptarët, ose dha amerikanët. Janë polarizuar pra. Ke amerikanët e solli Trumpi polarizimin. Për herë të parë në histori, të pakën atë që njohim neve të Amerikës, nuk ka pasur njëherë polarizim më të madh se sa republikan demokrat. Kështu në urrëtie vëlla. Janë duke u rryer, janë dy grupe, dy klane duke u përplasur. Prandaj ka ikur dhe politika jashtme amerikane për lesh vëlla. Jo sulën Capitol Hillit më vëlla. Po. S'ka ndodhur ndonjëherë. Capitol Hill. Po, nuk ka ndodhur ndonjëherë 6 janar. Domethënë në gjeopolitikë në gjeopolitikë ka një postulat vëlla. Po. Se jemi drejt fundit. Po, prandaj do ta mbyll me një gjë shumë interesante, po vazhdoj këtë që the. Që të kesh politikë të jashtme të suksesshme, duhet patjetërsimisht të kesh kohezion të brendshëm, politik dhe social. Pra ajo që ka diferencuar Amerikën nga shtetet e tjera ishte që sado që bëj lufta e brendshme politike, politika e jashtme ka qenë unitare. Pra si republikanët, si demokratët e dinin vëlla që këtu jemi për Amerikën. Nuk ndodh më kjo vëlla. Prandaj politika amerikane e jashtme ka shkuar për lesh. Po prish të gjithë balanca sepse nuk ka kohezion të brendshëm. Merren si Rama, kanë vota unë thotë, 83 mandate. Bllokoi
bllokoj heqjen e imunitetit ose bllokoj këtë Po. se kanë votat. Kjo po ndodh Po. vlla. Edhe pyetja ime e fundit për ty është kush e fitoi këtë luftë vlla? A mund të flasim për një fitues të kësaj lufte? Nëse të rrihet Amerika. Para se të them për fituesin e luftës, do të jap edhe një fakt tjetër. Po. Pse Trump imiton Ramën? Se Po. këta harrova të them. Pse Trump imiton Ramën dhe jo e kundërta? E mban mend, domethënë, kur plasi Capitol Hilli, Po. ai e plasi Capitol Hillin me arsyeën që më kanë vjedhur votat. Po. Votimi post me post. Po. Apo jo? Po. Ë? Po. Ka qenë kështu po? Po. A erdhi Rama në pushtet me hapni kutit? Po. Po, fix hapni kutit. Para po. këtij? Po. Je i bindur tani që Rama domethënë nuk imiton Trumpin, po Trump imiton Ramën dhe janë i njëjtin personalitet? Tani ma vërtetove. Çfarë them më shumë? Domethënë Amerika pas ka një ram e tmerrshme. Prandaj ka ikur Po. për lesh Amerika. E kupton tani domethënë është kështu që ai kalon dot te oqeani Rama, po Rama është o vërtet. Vjen si ta e në qoftë se nuk shkon Rama në Amerikë, sjellim Amerikën te Rama. Dhe ironia më e madhe e fatit është që këta janë atë paktin tani, domethënë që na kanë marrë Sazan Katrazi neve. Po. Do kemi ku ndërtojmë ishullin ton, që është ajo mi casa est tu casa. Mi casa est tu casa. Është midis babës dhe vajzës zjodha vajza me Po. miratimin e babës, a kupton Po, çfarë? me lejen e Kanoni babës. laborist. Të marrë po. e mira e vlla, i ke pirdhu. Hajde ça bëhet këtu më vlla. Në fund këta do ta fitojnë luftën. Ta e kanë fituar luftën. Kjo është përgjigjja. E kanë fituar luftën. Po. Në fund tmerrshme. këta e kanë fituar luftën. Sepse tmerrshme. këta e bëjnë njeriu, domethënë që edhe kur s'kan çfarë thon, i thon gjërat me aq bindje, saqë neve bindemi që ashtu është siç thon këta. Dhe kur them ne, them masa, popullatat në përgjithësi. I marrin të mirëqenia këto që bëjnë këta dhe që thon këta. Në fund këta e kanë fituar luftën. Nëse ai tërhiqet, do të thotë që ai ka fituar luftën. Ose ka Ai marrë nuk haraqin e nuk vet. po lë luftën. Ka marrë plaçkën e E luftës. ka marrë atë që i duhej. E ka Po. marrë atë që i duhej. Vetë theti, i kapi me sa kishte kapur qillon e naftës ai? Me qillon e kapi me 40 Qillon. 40 fuqia. E çoj qillon. Prandaj E çoj 150. 150 qillon. Ja, Që u qillofshin këta. që u qillovseshin. breza. U qillovseshin. U qillovshin. Kështu vlla, kështu. Da mbyllim atëre? Po, Me do ta nder? mbyllim. Ashtu siç na takon neve? Po, bëj njëra atë shenjën tate kështu. Jepja një. Atë kështu me një. Jepja me dy. një. Jepë doli gishti, bravo. Apo Tani me dy. jepja me Me dy, dy. aty ara. Jepja ra ma Ja, çak. plasën. Le të shpërthejmë vishekzaret në Teheran. Foli shumë bukur edhe fole. Jo, ti fole bukur, jo, fole bukur. Jo, ti fole bukur. Jo, ti ke fol më bukur, tash ti ke fol. Ti ke fol ato që duhet. Miq, Unë thjesht kam komentuar ato që foli ti. miq, kjo ishte Trus Gallata në Trup Podcast, si çdo të shtunë me Shpend Gashin dhe Gent Bacon në një diskutim satiro-filozofik gjithmonë, pra ne nuk bëjmë vetëm humor që të qeshni juve, por mund të nënqeshni ose të qeshni me fatalitetin e jetës që neve jemi të detyruar që ta jetojmë. Dua t'ju bëj një thirrje që pasi ta shikoni këtë episod, të shtypni subscribe, share dhe like, si dhe të bëni donacione në Super Chats ose tek IBANet, gjithashtu të bëni subscribe dhe like te Gent Bacon, kështu siç po e dëgjoni, në kanalin e YouTube-it Gent Bacon. Gent Bacon, del fytyra Bacos aty dhe bëni subscribe, pasi Trup Podcast është Gent Bacon është Trup Podcast. E dini vedjove të dyjave, subscribe të dy kanaleve. Natën e mirë.